Fundi i një çifti të ri nga Shqipëria. Është një histori e trisht, por unë dua t'ja u tregoj sepse brenda ka tradita dhe zakonet shqiptare që kanë qenë dhe ndoshta vazhdojnë ende sot. Ndaj dua t'ja u tregoj që për ta diskutuar së bashku. Dëgjojeni me kujdes. Para disa viteve, një i ri nga Shqipëria kërkonte që t'ikte jashtë. Dhe ishte një periudhë e vështirë. Megjithatë ai mundej që t'ikte, por gjatë asaj kohe kishte njohur një vajzë të re. Dhe me qenë se njohu këtë vajzën, tha që të fejoheshin, u fejuan. Dhe ai nuk i kishte treguar që kërkonte t'ikte. Dhe përpara se t'ikte, vendosi diçka. I tha vajzës, bëjmë kështu, tha, ti rri tek familja ime, rri tek prindrit e mi, tha, edhe ata kanë nevojë, tha. Dhe unë gjatë kohës që do e mandej, tha, do bëj dhe dokumentat, do të dërgoj disa të ardhurat e ty, por nga dalë sa të bëj dokumentat do të rras që ti të vish dhe të jetosh me mua. Dhe kështu bën. I riu u nis. Dhe pas disa muajsh filloi që të punonte. Mirë po, punoi në një kantier, ndërtimi. Ndërtonin këto, rregullonin këto shtëpitë e vjetra. Dhe ai teksa po rregullonte disa gjëra, një llamarin, një hekur, e çau tek kërciri. Dhe ju krijua një gangren, që s'u kuptua se përse, ndoshta nga ndryshku. Dhe ju e dini që në këto raste, pra përpara se të shkosh në fakt edhe në prania apo kudo që të shkosh, duhet që të bësh tetanozin. Mirë po, ai s'kishte dokumenta që të bënte tetanozin aty ku ishte. Dhe kështu që me kalimin e javëve u bë keq këmba. Dhe ai mendoi që ta priste këmbën. Dhe shkoi tek një mjek privat. Dhe mendoi që ta priste. Dhe mirë po, nuk kishte shumë të ardhura. Megjithatë mjeku i tha diçka që ai mbeti pa fjalë. Mjeku i tha që ti nuk bën dot asgjë, tha, sikur edhe po ta presësh këmbën, tha, prap se prap, tha, ai virusi është futur në ty, tha. Kështu që është tepër e vështirë, ti duhet të shkosh në spital. Dhe nuk ja bëri, nuk i preu as këmbën dhe nuk e kuroi më. Nuk kaluan disa javë dhe vdiq. Nga ana tjetër, e fejuara kishte mbetur në shtëpi. Ai i dërgonte letra gjithatë dhe kur nuk i dërgoi më letra, e morën vesh të gjithë që ai vdiq. Familja nuk e merrte dot mbrapsht, si do ta merrte familja? Përveç se duheshin shumë para, por nuk kishin dhe mundësi. Nuk kishin mundësi që të lëviznin. Dhe si përfundim, ai mbeti jashtë vendit, pra kockat e tij u dërgjën jashtë vendit. Por ajo që ndodhi me të fejuarën ishte akoma më keq. Kur ndodhi tragjedia, prindrit e djalit, pas disa javësh kur u qetësuan gjërat, që e morën vesh që edhe djali nuk e merrin dot më, ata i than vajzës, pra të fejuarës, të kthehej në shtëpi. Ajo mbeti pa fjalë, si të kthehem unë në shtëpi, tha ajo. Unë isha e fejuara e djalit tuaj, sikur ti isha e martuar, dhe unë e ndjej veten që t'jem këtu, të qëndroj këtu, po jo ti duhet t'ikësh në shtëpi. Dhe çfarë bën ata? Prindrit e djalit shkuan tek vjerri, tek vjera, pra tek prindrit e kësaj vajze. Dhe i thanë që ti tani duhet ta merrni vajzën tani në shtëpi. Kaq, mbaroi puna, ai vdiq, kështu që mbaron me kaq. I jati i vajzës, tha, si do më çosh ta punën këtë punë kështu, tha, sepse vajzën, tha, unë ta dhash. Pas 3 viteve, tha, 4 vite ti më sjell vajzën këtu, pse duhet ma sjellësh? Pra ajo jo vetëm e fejuar, po edhe ta e fejuar ishte tamam si e martuar, sepse ka ndenjur te ju, ishte fejuar me djalin tuaj dhe ka ndenjur, ka fjetur me djalin tuaj. Kështu që nuk mund të ma sjellësh dot tu. E shoqja i thoshte, po jo, ti merr se fëmia ynë është. Si përfundim, ai e la. Pra e la aty ku ajo vajti nuse. Që nuk ishin martuar, thjesht fejuar. Si përfundim e la babai, pra babai e braktisi dhe ajo u ndje shumë keq, vajza. Megjithatë, pas disa muajve, çfarë bën prindrit e djalit? I thanë, me qenë se je këtu, ti nuk mund të rish, se je vajzere, për më tepër je familjes son, nuk mund të rish kështu. Atëherë martohu me djalin e vogël, pra vllain e burrit saj që kishte vdekur. Mirë po, ai përveç se ishte një djalosh i ri, por ishte edhe pak vagabond. Në fakt, zihej për ditë me këtë. Zihej dhe e rrihte
këtë vajzë, se ajo në fundit ajo s'kishte çfarë të bënte. Dhe me dashje pa dashje ajo pranoi sepse tek prindrit e saj nuk mund të kthehesh dot më, sepse prindrit e refuzuan. Njëkohësisht këta, pra vjerri dhe vjera, i kërkonin që të martoj me vllajin tjetër. Kështu që kjo s'kishte çfarë të bënte, ku do shkonte? Në mes katër rrugëve, kështu që pranoi. Por nga momenti që pranoi, pa që çdo gjë ishte skëter në jetën e saj, sepse burri u fejuan dhe vdiq. Vllai e trajtonte keq, prindrit e saj nuk e donin, pra i thanë që të rrinte aty, e refuzuan, dhe vjerri dhe vjera i thoshin që ti duhet bësh punën e shtëpisë, duhet bësh diçka, me fjalë e përdornin sikur të ishte një skllave. Dhe si përfundim nuk zgjati shumë dhe vajza vari veten. Në atë periudhë, ky vllai i vogël kishte dalë me bagtit, sepse bëhet fjalë për një fshat të Shqipërisë, kishte dalë me bagtit dhe kur u kthye, fjala që tha ishte akoma më e rëndë. Dhe kjo pika këtu e gjeti që të varej, nuk varej dot për jashta. Pra kjo tregon dhe si mund të them, atë urrejtjen ose jo dashurinë ose jo respektin ndaj dikujt tjetër, pra ati djali. Nga njëra nuk kishte dhe faj, sepse ishte një njeri që ai nuk e njihte, e njohu vllai i tij. Për më tepër, ndoshta në mendjen e këtij triu, ishte ajo psikoza që këtë grua e kishte vllai ose u fejua me të vllajin. Dhe ndoshta kjo e bënte që të mendonte ndryshe. Megjithatë, në Shqipëri, në disa zona të thella të Shqipërisë, ende sot përdoren këto zakone. Pra, për ata që nuk e dinë, e di që ndokush nga ju do thotë, jo, nuk është e vërtet. Është e vërtet. Ende sot përdoren këto zakone. Bile do t'ju them, para disa viteve, ma ka thënë njeri i shtëpisë, kam djalin e tezes i cili ka studiuar në Malsi. Bile ai ka bërë edhe stazh në Malsi. Dhe ai tregon që e kanë futur në një dhomë, pra që të flinte së bashku me të bijën e pronarit të një shtëpie. Sepse ishte zakoni i tillë. Pra, po flasim tani nga vitet 70-80, megjithatë nuk është se ka ndryshuar shumë gjërat, edhe sot vazhdon akoma në disa pika, disa zona të Shqipërisë. Por doja t'ju thosha me këtë që zakonet të tilla janë të njëjtat zakone me vendet, për shembull, në periferi të Rusisë, ose te kurdët, ose në një pjesë të Bullgarisë dhe të Turqisë. Mos ndoshta këto zakone vijnë pikërisht nga ato zona, sepse në Shqipëri, në trojet shqiptare, Shqipëri, Maqedoni, Kosovë dhe Malizi, të thuash të vërtetën, janë shumë të respektueshëm. Për shembull, nëse kemi kunatën, për shembull, gruan e vllajit, apo anasjelltas, kemi vllajin ton që është martuar me motrën, ne kemi respekt të veçantë. Dhe kjo ndodh në të gjithë Shqipërinë, të paktën 70% të popullatës e bëjnë këtë. Por doja t'ju pyesja juve, ju çfarë mendimi keni për një histori të tillë? Dhe si do të silleshit ju në qoftë se do të ishte vajza juaj? Pra, jo vajzë që e braktisi ose refuzoi babai me nënën. Dhe njëkohësisht këta, pra vjerri dhe vjera, e trajtonin sikur të ishte një skllave. Ju si do të silleshit? Çfarë do të bënit? E përsëris edhe një herë, janë gjëra që ndodhin. Ndoshta këto ndodhin më përpara dhe tani jo. Megjithatë, ndaj është për ta diskutuar, sepse duke diskutuar së bashku informohemi qoftë për kulturën, por dhe për të ardhmen, sepse mund edhe të ndodhin gjëra të tilla. Pres komentet tuaja, natën mirë, ju përqafoj dhe faleminderit që jeni për bashkë.